Dje rreth orës 17:05 në bulevardin Videos Milevski Bato në Tetov, punonjësit policor nga stacioni policor për sigurinë e trafikut rrugor Tetov privuan nga liria personin KS 32 vjeç nga Tetova, gjatë kontrollit në automjetin BMW me targa të Tetovës, në të cilin ai ishte pasagjer, është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21 në rrugën rajonale Tetov-Shkup, në hyrje të fshatit Zhelin të Tetovës, punonjësit policor nga stacioni policor për sigurinë e trafikut rrugor privuan nga liria personat BA 37 vjeç dhe OJ 26, të dy nga fshati Treboshi Tetovës. Gjatë kontrollit, tek ta dhe në automjetin e pasagjerëve Audi me targa të Tetovës, të cilin e drejtonte BA, janë gjetur dhe konfiskuar 6 qese me marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të përgatitet kallëzim përkatës penal. Dje rreth orës 11 në Tetov, punonjësit policor nga SPB Tetov arrestuan IX 47 vjeç nga Tetova, i cili ishte në kërkim me urdhër arrest bazuar në urdhrin e gjykatës për vuajtje të dënimit me burg në kohë zgjatje prej 15 muajsh për kryerjen e veprës penale, prodhim dhe lëshim në qarkullim i pa autorizuar i lëndëve narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, sipas nenit 215 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues Burgu Shkup për vuajtje të dënimit. Mbrëm rreth orës 22:30 në bulevardin Goce Delçev Gostivar, punonjësit e policisë nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar arrestuan DD 33 vjeç nga Gostivari, sepse u kap duke përdorur drogë dhe u gjet dhe konfiskua marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 23:45 në rrugën 29 nëntori Tetov, punonjësit e policisë nga SPB Tetov privuan nga liria NK 29 vjeç nga Tetova, duke vepruar sipas një kallëzimi të mëparshëm se rreth orës 21:30 në lagjen Dereboj Tetov, së bashku me disa persona të tjerë me sende të forta kërcënuan KC 73 vjeç nga Tetova, i cili ishte përpjekur tu shpëtonte, me që rast ishte rrëzuar dhe i kishte pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara edhe nga Spitali Klinik Tetov. NK është ndaluar në stacionin policor dhe po punohet për identifikimin e personave të tjerë, pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:50 në Gostivar, punonjësit policor nga DPP Gostivar privuan nga liria GŠ 34 vjeç nga Gostivari, duke vepruar sipas një kallëzimi të mëparshëm se në shtëpi familjare për shkak të mosmarrëveshjeve familjare, së bashku me bashkëshorten e tij, kishin kërcënuar nënën e tij 54 vjeçare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot pas mesnate në SPB Tetov, një 17 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se një ditë më parë, rreth orës 23:30 në rrugën Boris Kidriç, ishte ndaluar nga dy persona, njëri prej të cilëve e kishte sulmuar fizikisht, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në DPB Gostivar nga qendra urgjente Gostivar është denoncuar se aty është sjell me lëndime të rënda trupore UK 69 vjeç nga Gostivari. Sipas denoncimit, ai kishte pësuar lëndime gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në Gostivar. Një ekip nga DPB Gostivar ka kryer mbikëqyrje në vendin e ngjarjes dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 13 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, HM 57 vjeç nga Kosova, me vendbanim në Gostivar, ka denoncuar se nga shtëpia është larguar djali i saj, MI 39 vjeç nga Gostivari, po merren masa për gjetjen e personit.